Fitneja, nga tresa, është më e keqe se sa vrasja. Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërisëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim, ndërsa bekimet dhe paqja e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. Një nga gjërat më të këqija që mund t'i ndodhi një bashkësie, xhamati, është fitneja, nga tresa. Do me thënë, përhapja e informatave të rrejshme, zhvillimi i propagandës dhe shkaktimi i rëmujës. Ajo është aq e rrezikshme, sa që Allahu i plot fuqishëm në 2 vende në Kur'an, në suren El Bekare ka thënë se fitneja, nga tresa, është më e keqe dhe më e rëndë se sa vrasja. Me fjalë të tjera, të vrasësh një njeri është një mëkat i madh dhe një gjë e vështirë, por të vrasësh një bashkësi, xhamat, është një gjë shumë e keqe dhe më e vështirë, sepse xhamati është institucion. Prandaj Allahu i madhëruar, ata njerëz që shkaktojnë nga tresa në xhamat, si dhe ata që ndjekin ato, i paralajmëron që të ndalohen këto veprime, sepse në të kundërtën do të pësojnë pasoja fatale. Kështu që ai porosit: ruajuni ju nga tresave, të cilat nuk i godasin vetëm ata që bëjnë keq, dhe ta dini se Allahu dënon ashpër. Surja Enfal 25. Në lidhje me këtë, do të doja të ndaj me ju tregimin për një rast të një bashkësie e cila jetonte në një fortesë. Ajo kishte armiq jashtë fortesës, të cilët e sulmonin çdo ditë në përpjekje për ta pushtuar. Mirë po, nuk po ju shkonte për dore, sepse Allahu i madhëruar ishte në anën e robërve të tij. Atëherë njëri prej armiqve tha: unë kam një ide, më lejoni të hyj brenda. Ai hyri në fortesë dhe u tha muslimanëve: unë dëshiroj ta pranoj Islamin, çfarë duhet të bëj? Ata i thanë: thuaje shahadetin. Edhe ai tha atë, e pastaj u ul në rreth me të tjerat. Një natë në mbrëmje, shehu i tyre mbajti një ligjërat mbi surën El-Kehf, ku foli për djelmoshat e rinj të cilët besuan në Zotin e tyre dhe të cilët Allahu i madhëruar i vuri në gjumë në shpellë, bashkë me ta edhe qenin e tyre që ishte jashtë, duke mbetur kështu për 309 vite. Pas ligjëratës, të pranishmit filluan të bëjnë pyetje dhe kështu i erdhi rradha edhe këtij muslimanit të ri, i cili si me turp tha: pyetja ime është pak e çuditshme dhe ju ndoshta nuk dini përgjigjen për të. Shehu tha: sigurisht që unë e di. Eja, pyet. Ai tha: zotri, çfarë ngjyre ishte qeni? Shehu e gjeti veten në siklet. Si mund të thot tani ai që nuk e di përgjigjen, kur pak më parë kishte thënë se i di të gjitha përgjigjet? Turp. Çfarë ngjyre ishte qeni? E po, ai ishte i bardhë. Po, ishte një qen i bardhë, u përgjigj shehu, kurse muslimani i ri me mirësjellje i tha: faleminderit zotri. Të nesër me ky djalosh i ri, shkoi në skajin tjetër të qytetit e një shej tjetër në ligjërat. Pas ligjëratës kërkoi leje për ta bërë një pyetje, kështu që edhe këtë shehun e pyeti se çfarë ngjyre ishte qeni. Ky shehu gjithashtu u gjendë në siklet, por nuk donte ta pranonte se nuk e dinte përgjigjen, ndaj tha: qeni ishte i zi. A jeni i sigurt të zotëri se ai ishte i zi? E pyeti i riu, kurse shehu tha: natyrisht se jam i sigurt. Po sikur dikush tjetër të thoshte se qeni ishte me ngjyrë tjetër? Pyeti i riu, kurse shehu tha: ai që thot këtë, ai nuk ka lidhje, dhe ti mos e dëgjoj atë. Faleminderit zotëri, përfundoi përsëri me mirësjellje muslimani i ri. Të nesërmen, i riu shkoi përsëri në anën e parë të qytetit, ku pas ligjëratës përsëri u drejtua shehut. Zotëri, çfarë do të thoni ju nëse dikush do të thoshte se qeni ishte i zi dhe jo i bardhë? Çfarë? Këtë mund ta thotë vetëm një idiot dhe një budalla, i cili nuk di asgjë. Të gjithë të pranishmit qeshën, kurse i riu përsëri tha me edukat: mirë, faleminderit. Ditën tjetër muslimani i ri shkoi përsëri në skajin tjetër të qytetit dhe pyeti shehun tjetër: çfarë do të thoni për një njeri i cili tha për juve se ju jeni idiot dhe budalla? Çfarë? Kush e tha këtë? Pyeti shehu, kurse i riu vazhdoi: shehu në anën tjetër të qytetit. Ai tha se është idiot dhe budalla ai që thot se qeni ishte i zi. Ai është idiot dhe budalla, jo unë. Pastaj turma u ngritë dhe vrapoi për tek ai shehu i parë duke bërtitur: atje ke quajtur shehun ton idiot dhe budalla, eja këtu. Pas konfrontimit të verbal, filloi edhe rrahja në të cilën u vran disa njerëz. Ai djaloshi, muslimani i ri pra, u tërhoqi ngadalë dhe doli nga fortesa. Pastaj u tha njerëzve të tij: le të shkojmë ndjem. Tani ata janë tanët. Ata i sulmuan pa mëshirë dhe pa vështirësi i pushtuan fortesën. Kurse muslimanët, të cilët sigurisht që nuk e kishin më mbështetjen e Allahut, ranë dhe humbën gjithçka. Ata humbën nga armiku, jo nga armiku i jashtëm, por nga armiku i brendshëm, i cili është shumë më i fortë dhe më i rrezikshëm se sa i jashtëmi. Vëllezër të dashur, për këtë shkak, Allahu i madhëruar na paralajmëron:
O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, analizoni mirë, për të mos i bërë dëm dokujt nga mosdienia, e të mendoheni pastaj për atë që keni punuar. Surja Huxhurat 6. Prandaj, nëse kemi ndonjë pyetje, ose nëse na nevojitet ndonjë informacion, atëherë nuk duhet i dëgjojmë tash e themet, por duhet kontaktojmë direkt me personin apo institucionin për ta mësuar të vërtetën. I lutemi Allahut plotfuqishëm që të na bëj prej atyre që i ndjekin mësimet e Kuranit dhe të Sunetit, që nga detajet më të vogla deri te ato më të mëdha. O Allah, me mëshirën tënde na ruaj nga kjo sëmundje që ka kapluar gjithë botën. O Allah, të sëmurëve tanë jepu shërim, halleve dhe vështirësive tona i jepu lehtësim, kurse frikës son i jepi çlirim. O Allah, ruaje vendin tonë dhe gjithë botën mbar nga fatkeqësitë, të këqijat dhe sëmundjet epidemike. O Allah, ne i lehtëson e vesprovat e kësaj bote dhe na jep forcë t'i përballojmë. O Allah, ndihmoju të rrezikuarve që t'i realizojnë të drejtat e tyre. O Allah, çliroje umetin nga okupatori dhe nga sundimtarët e dhunshëm. O Allah, mos na sprovo neve me ato që nuk mund ta përballojmë. Mos lejo asnjëherë që të na poshtrojnë apo mposhtin pabesimtarët dhe na shpërblej me xhenetin në shoqëri me pejgamberët, me shahidët dhe me njerëzit e mirë. Amin.